الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ska dyshim se feja jonë madhështore, feja islame, I kushton në rëndësi të madhe dijes dhe pasurimit me dije. Pra feja islame është prisë në këtë drejtim. Feja islame është burim I përparimit dhe I avancimit. Argument për tërë këtë e kemi vetë fjalën e Allahu subhanahu wa taala, me cilën ai e filloi dhe e hapi librin e tij madhështor Kur'anin Fisnik, ku tha: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lezo me emrin e Zotit tënd I cili ka krijuar gjithçka. Khalaqal insana min 'alaq, I cili e krijoi njeriun nga droçka e gjakut të ngjizur. Iqra wa rabbukal akram, lezo sepse Zoti yt është më bujari. Alladhi 'allama bil qalam, I cili e mësoi njeriun se si ta përdor lapsin e pendën. 'Allama al insana ma lam ya'lam, I cili e mësoi njeriun lidhur me ato gjëra që ai nuk I dinte. Pra po e vrem se fillimi I shpalljes, cilën Allahu subhanahu wa taala e zbriti mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ishin pikërisht këto 5 ajete në të cilat Allahu subhanahu wa taala po tregon mirësinë dhe begatinë e madhe ndaj njeriut kur ja mësoi ato gjëra që ai nuk I dinte. E padyshim që kjo tregon për vlerën dhe pozitën e madhe që e ka mësimi dhe nxënia e dijes. Allahu po thot: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lezo me emrin e Zotit tënd. Por lezo duke përmendur emrin e Zotit tënd, duke kërkuar ndihmë prej Tij subhanahu wa taala. Alladhi khalaq, I cili ka krijuar çdo gjë. Pra fillimisht Allahu subhanahu wa taala po përgjithëson faktin se ai është krijuesi çdo gjëje, pastaj po e specifikon veçanti krijesën njeri. Pse? Sepse Allahu subhanahu wa taala ka vendosur shenja e argumente madhështore në këtë krijesë, pra në njeriun, cilat tregojnë për zotrimin e tij, tregojnë për fuqinë e tij, për dijen e tij dhe urtësinë e tij absolute, për mëshirën e tij. Tregojnë se ai është I vetmi Zot dhe I vetmi krijues dhe I vetmi I cili e meriton adhurimin subhanahu wa taala. Allahu po e përmend pastaj pikën apo droçkën e gjakut të ngjizur nga e cila është krijuar njeriu, për arsye se kjo është faza e parë apo etapa e parë nëpër të cilat kalon krijimi I njeriut derisa njeriu ta merr formën e tij përfundimtare në barkun e nënës vet. Pastaj edhe një herë Allahu subhanahu wa taala po I kthehet urdhrit për lexim dhe po thot: Iqra wa rabbukal akram, lezo sepse Zoti yt është më bujari. Kjo na tregon për rëndësinë e madhe që e ka dija. Përmes dijes ti e njeh Allahun subhanahu wa taala. Përmes dijes e njeh fenë Allahu subhanahu wa taala. Allahu po thot: wa rabbukal akram, lezo sepse Zoti yt është më bujari. Padyshim se Zoti jon Allahu subhanahu wa taala është I tillë. Pra të mirat dhe begatitë e tij janë shumëta dhe çdo e mirë është në dorën e tij dhe buron prej tij subhanahu wa taala. Pastaj Allahu subhanahu wa taala po e përmend në mënyrë specifike se si e mësoi njeriun dhe tha: alladhi 'allama bil qalam, I cili e mësoi njeriun ta përdor lapsin e pendën. 'Allama al insana ma lam ya'lam, I cili ja mësoi njeriut ato gjëra që ai nuk I di. Pa e vrem se këto ajete edhe pse të shkurta edhe të pakta përfshin atë se Allahu subhanahu wa taala është ai nga I cili buron çdo gjë që ekziston në jetën e kësaj bote. Sepse siç e përmendi Ibn Kaimi rahimahullah, ekzistenca në jetën e kësaj bote I ka 4 nivele. E para thot është ajo që ka të bëjë me anën e jashtme, dhe kësaj I referohet Allahu subhanahu wa taala me fjalën e tij khalaqa, pra ka krijuar gjithçka. Niveli I dytë thot ai që ka të bëjë me anën mendore, me anën e brendshme, dhe kësaj thot Ibn Kaimi rahimahullah I referohet Allahu me fjalën 'allama al insana ma lam ya'lam, pra Allahu I cili ja mësoi njeriut ato gjëra që ai nuk I dinte. Përsa thot niveli I tretë dhe I katërt ka të bëjë me të shprehurit dhe të shkruarit. Sa I përket të shkruarit, këtu Allahu shprehet qartë kur thot: alladhi 'allama bil qalam, I cili ja mësoi njeriut ta përdor lapsin dhe pendën. Ndërsa sa I përket të shprehurit, kjo rezulton në mënyrë të pashmangshme nga mësimi që Allahu subhanahu wa taala ja ka bërë njeriut ta përdor lapsin dhe pendën, sepse shkrimi padyshim që dëgzohet nga të folurit dhe asaj që e shpreh njeriu. Dhe po ashtu edhe të shprehurit është si rezultat I mendimeve dhe konceptimeve që I ka njeriu në mendjen e vet. Andaj e gjithë kjo na bën që ne ta kuptojmë mirë madhështinë dhe pozitën e lartë që e ka leximi dhe dija. Ne si umet islam
kemi nevojë të kthehemi edhe një herë leximit, dijes së mirëfill dhe të ndjekim hapat e brezave më të lavdishëm të Islamit, pra brezave të parë të muslimanëve, kur muslimanët angazhoheshin me dije dhe me lexim, dhe kjo ishte një prej shkaqeve dhe arsyeve që Allahu subhanahu wa taala u dha mirësi të shumta, u dha pushtet në tokë dhe i forcoi ata. Merr nga dija dhe mëso prej dijes në mënyrë që fen tënde ta kesh të ngritur mbi argumente, adhurimet e tua të kesh të sakta. Mëso, sepse kështu do ta ndryshosh mendjen tënde, do të ngritesh në sjelljen, moralin dhe edukatën tënde, do të hieshosh e zbukurosh veprat e tua. Lexon nga libri i Allahut subhanahu wa taala, lexon nga hadithet e mrekullueshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lexo edhe libra të tjerë që kanë shkruar dietarë. Lexo çdo gjë që është e dobishme për fen tënde dhe dunjan tënde. Merr mësim nga ngjarjet që tregohen nëpër histori, nga përvojat e ndryshme njerëzore. Lexo dhe angazhohu me lexim, sepse ti do të jesh mirë për aq kohë sa lexon, ndërsa nuk do të jesh mirë përderisa ti nuk jeton në mesin e librave dhe veprave që kanë shkruar dietarë. Lutim Allahun subhanahu wa taala të na jap sukses të gjithëve. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.